Trit atëherë s'kan ditë deri në moshën 18 vjeçare asnjë pronë vetën se kanë ditë çka është. Biciklën e kanë nda me djem të Hoxhës. Lodra gjithë i kanë nda në bashkallak. Kanë flejt në bashkallak. Teshat i kanë nda me njëri tjetrën. Vetëm prona, din cilën e kanë pas kur janë rritë dhe kur janë martu. Vetëm pronë e kanë pas kur prindrit kur u martu ja kanë bledh dhomën edhe çat gru. Do me thonë dy dhurat, apo dhe gruja do me thonë burrën e ka pas. Sot, që shpo e full të BMW-a, Range, ajo kjo, sot femrat edhe me shkujt njejt, po mendoj që punojnë dytë bashk, edhe dytë bashk mundën me arrit. Nuk e di pse, është gjithmonë këtë gjykyme, që qërë se kjo me BMW nuk e din as sa puna i punon. Nuk e din as sa ka bo mund për me ble ndoshta një BMW. Ndoshta ka hi në kredi për me BMW, veç me pas atë luksin e vetë, edhe me pa vetën e vetë. Faktikisht, unë për vetë sot, punoj që unë me pas një luks temen. Nëse blej BMW, në blej me parit mija, se unë e kom punu për që ato. Edhe unë e njësur mas njësur, kam qef edhe fëmija, ja me pas diçka që unë se kom pas. Edhe pse jo, pse duhet me u gjyku. Pse shkoj morin kredi me blej një prashkit të shtrajt, kredia është edhe në gjamia. Vjen shumë keq kom dëgju. Nëse me ndonë, po, kredia ka ndodhë edhe në gjamia. Faktikisht po, unë e di në Kosovë, deri vonë kanë marrë kredi në xhami, shkaku që te ke pas haram, po, te ke pas haram, me marrë kredi në bank. Po, xhamia nuk e bank, nuk jam po xhamia pare. Po, unë e di që ka ndodhë kjo gjë. E di shumë mirë që ka ndodhë. Jo. Apo e ki fjallë kredi pakamat me gjas? Po, kredi pakamat, normal. Ta është ti ke shku ke marrë në xhami.